Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të komentuar dhe për të ndarë ngjarjet më të fundit nga jeta e artistëve shqiptar. Tani dua në fakt të bëj një përmbledhje ngjarjesh. Do flas fillimisht një herë për Luiz Eli dhe më pas do të ndalojmë te këngëtarja me famë shqiptare Lori dhe Vjosava Alia, të cilat kanë sjellur një super projekt të bukur për tani dasmat e verës 2026. Dua ta nis këtë komentim me Luizin për ngjarjet më të fundit nga jeta e Luizit dhe çfarë po ndodh me 5 këngët e premtuara që në fakt Luizi i premtoi për të gjithë publikun shqiptar. Ju e dini shumë bukur se para se të bëhet ajo afera e tmerrshme, ato titujt skandalos që u shkruajtën për Luizin, Luizi premtoi që do të sillte në sken 5 këngë të mrekullueshme, 5 këngë që në fakt nuk ishin këngë të rikthyera, por ishin këngë të punuara me shumë dashuri, me shumë intensitet, me shumë kënaqësi artistike nga ana e Luiz Eilit. Tani ka patur shumë pyetje Tiron çfarë ndodhi me Luizin, apo i sjellën këtë 5 të këngëve, a nuk do t'i sjellën, çfarë ndodhi me të, sepse Luizi iku në pushime përzjodhi që t'ishte me nënën e tij, me Kiarën, edhe me Luna Marin, do me thënë ishin këto pushimet familjare, sepse jemi mësuar që nga familja Eili të shohim pushime të bukura, do me thënë pushime të ndara, njëherë janë pushimet e familjes, pastaj janë pushimet e çiftit, por Luizi ka përzgjedhur që pas gjithë atyre angazhimeve, sepse Luizi nga informacionet që kam unë e ka hedhur zërin e tij në studio, Luizi tashmë do të sjellën vetëm videoklipet të cilat në fakt do të dalin zyrtarisht në kanalin e Luiz Eilit. Do me thënë do të jenë pjesë e kanalit të Luiz Eilit to këngë. Janë 5 këngë të punuara me shumë vëmendje nga ana e Luizit, sepse Luizi nuk sjellën gjë kot. Do me thënë këngët e Luizit janë këngë me mesazhe, përpos që janë këngë të cilat janë konkurruese në skenën muzikore, por brenda atyre mbajnë edhe mesazhe, do të thënë përçojnë një mesazh tek publiku, qoftë një mesazh këshillues, qoftë një mesazh edukativ apo qoftë një mesazh edhe thumbues, ëh. Për shembull, kënga e fundit ishte një mesazh thumbues për protestën, të cilën unë në fakt si iniciativë nga ana e Luizit e mbështes edhe e duar trokas. Luiz Eli po punon me shumë intensitet që t'i sjellën këto këngë, duke mos e lënë anash edhe planin e tij B, që është emisioni. Një emision të cilin Luizi e premtoi në intervistën time. Do me thënë atëherë ishte vetëm si një ide, por siç duket ideja u shtrua shumë shpejt në tavolinën e televizionit Top Channel dhe sot do ta shohim Luiz Elin në një format ndryshe, në një format me thënë të drejtën që unë mezi e pres, sepse unë e di që Luizi do të shëndrit, e di që Luizi do të jetë ideal në dimensionin e tij dhe do të na dhurojë dashuritë pa parë në një emision që për herë të parë në fakt do të vinë në median shqiptare si një light show, do me thënë një light show që do të na fasionoj të gjithëve dhe të na bëj të gjithëve për vete. Unë uroj Luizit shumë suksese, e pres me shumë dashuri në të gjitha dimensionet, sepse tani do kemi fatin që të flasim për Luizin në të gjitha format, do me thënë Luizi si këngëtar, Luizi si moderator dhe Luizi që të na sillën emisionin e tij që akoma nuk është vendosur se çfarë emri do të ketë ky emision. Së dyti, dua të flas pak për artisten e famshme shqiptare, Loreta Kaçka, e njohur me Lori. Lori së fundmi ka dashur që të vi këtë verë pak më ndryshe, do me thënë të vi me atë freskin që Lorin e karakterizon gjithmonë, sepse unë e them gjithmonë që energjia është e bukur në momentin kur vjen nga njerëz të cilët japin atë pamjen e një ëngjullit, dhe Lori sinqerisht e ka këtë.
me dekada në skenë, një artiste që gjithmonë ka ditur të mbërthen publikun e saj për ekrani me energjinë e bukur të këngëve dhe me ato nuancat e bukura që Lori ka përdorur. Këtë herë një bashkëpunim interesant që në fakt mua më tërhoqi vëmendjen që në momentin kur Lori e solli si këngë me Vjosava Alia, do me thënë Vjosava një jugore, një artiste e madhe e muzikës së jugut, ndërsa Lori mund ta themi deri diku një veriore, një kombinim fantastik që në fakt e mbërtheu publikun për ekrani. Lumja nona që të rriti quhet kënga dhe lumja vjera që të priti, një këngë që në fakt në YouTube e ka shpërthyer, për pak kohë ka arritur që të merr 206.000 klikime. Kjo nuk kupton edhe një herë që dy artistet kanë lënë që fama të shkojë të rrjedhi, si thonte Kiara, nuk është se kanë përzgjedhur që të blejnë klikime, do të thënë nuk është se kanë përzgjedhur që të jenë si këto artistet që për një ditë ju shkojnë këngët nga 1 milion, 2 milion, do të thënë kënga është mirëpritur shumë mirë nga publiku, të paktën TikTok ka filluar kënga të merr shumë video nga nuset e verës 2026 që kanë përzgjedhur këngën e Lorit për të bërë ato editimet e bukura të momenteve të tyre. Ju të gjithë që jeni ndjekës të Lorit mund ta ndiqni këngën në kanalin zyrtar në YouTube, Lori dhe Vjosava Alia, lumja nëna që të rriti, lumja vjera që të priti, një këngë që në fakt besoj që do t'ju dhuroj një super adrenalin dhe do t'ja merrni valles. Unë të tre artistëve ju uroj shumë suksese, mezi presim që të komentojmë dhe të intervistojmë, pse jo, rrugtimet e tyre për të kuptuar edhe më shumë në fakt se çfarë po ndodh në përditshmërinë e artistëve shqiptar.